Jeva jashtëzakonisht keq duke hyrë sot në parlament. Në fakt, kur ti shikon qytetarë të Tiranës, të Shqipërisë që janë atje për jashtë ta protestojnë e sulmohen nga policia. Ndërkohë që flasim, dalin pamjet ku qytetarët janë djegur, janë hedhur substanca të cilët i kanë shkaktuar dëmtime në trup. Sot qytetarët po thrisnin parlamenti krimit dhe nuk e kanë as me mua, as me kolegët tanë. E kanë me majorancën socialiste. Sot qytetarët po thrisnin parlamenti krimit sepse ka ardhur krimi në parlament këtu. Unë shkoj çdo natë atje në protest. Unë shkoj çdo natë atje në protest dhe nuk më prek njëri me dorë. Provoj njëri nga ju të shkoj atje në protest. Të provoj një nga majoranca socialiste të shkoj atje. Sot qytetarët po protestojnë pikërisht dhe për këtë arrogancë që keni sjell reformën territoriale të njëanshme, një reformë e cila dështoi 10 vite më parë dhe ju përsëri e bënit njëanshme. Po protestojnë edhe për këtë arrogancë kartonash që janë kundër ndarjes territoriale për interesa politike, për llogari elektorale, për llogari të pushtetit, pa u kujdesur që interesi i qytetarëve, interesi i pushtetit lokal, financat e pushtetit lokal, decentralizimi të jenë në krye të rendit të ditës. Përsërit njëjtin gabim që bë 10 vite më parë. Sot ato po protestojnë kundër këtij parlamenti se nuk i përfaqëson. Dhe me të vërtetë nuk i përfaqëson. Kështu që së pari i bëjmë thirrje policisë së shtetit të ndalojë menjëherë dhunën ndaj qytetarëve, i bëjmë thirrje qeverisë shqiptare të merret dhe të hartojë një plan pune për ato 4 ligje që opozita ka depozituar këtu në parlament, t'i përfshijë menjëherë në rendin e ditës. Dhe së dyti, për sa i përket reformës territoriale, zoti kryetar, kur ju keni pas vullnetin politik për gjërat përbashkëta në këtë parlament, ja kemi arritur. Ashtu siç bët me rregulloren, ndaloni prezantimin e njëanshëm dhe hajdeni me një produkt i cili është në interes qytetarëve. Po përsërit njëjtin gabim 2014-ës. Vetëm reformë në interes të zgjedhjeve, ndërkohë që ne po kërkojmë një reformë në interes qytetarëve. Raporti Parlamentit Evropian, raporti Komisionit Evropian, raporti i autoritetit të kongreseve lokale, të gjithë një zëri thonë të mos ketë reformë të njëanshme. Reformat e njëanshme dështojnë, kanë dështuar. Në qoftë se vazhdoni përsëri me këtë iniciativë, ato që sot në shesh mund të jenë me qindra, me dhjetra, do të vazhdojnë të bëhen me mira, sepse pikërisht kundër kësaj arrogance po protestojnë. Arrogancës kartonave, arrogancës së mbi pushtetit, arrogancës së 14 viteve që i ka detyruar dalin në rrugë. Faleminderit.